Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Emigrantët që jetojnë në kampet e improvizuara në Paris po përballen me temperatura ekstreme, ndërsa Franca regjistron një nga valet më të forta të nxehtit në historinë e saj. Organizatat humanitare përshpërndajnë ujë dhe ndihmë emergjente, ndërsa kërkojnë zgjidhje afatgjata për strehimin e personave që jetojnë në rrugë. Vala e fuqishme e të nxehtit që ka përfshirë Europën po godet rënd edhe kryeqytetin francez, ku qindra emigrantë që jetojnë në rrugët e Parisit po përballen me kushte gjithnjë e më të vështira. Temperaturat rekord kanë kthyer kampet e improvizuara në zona me rrezik të lartë për shëndetin, ndërsa shumë persona raportojnë probleme si marramendje, dehidrim dhe irritime të lëkurës nga ekspozimi i vazhdueshëm në diell. Një prej tyre është 25 vjeçari Arsalan nga Afganistani, i cili jeton në një kamp në veri të Parisit. Ai thotë se temperaturat janë bërë të padurueshme dhe se shumë persona po sëmuren nga i nxehti ekstrem. Për të gjetur pak freski, disa emigrantë po përdorin çezmat publike dhe një kanal pranë kampit. Disa madje futen në ujë për disa minuta, pavarësisht rreziqeve që mund të sjellë noti në këto zona. Organizatat humanitare janë mobilizuar për të ndihmuar. Vullnetarët e organizatës franceze për mbështetjen e emigrantëve dhe azilkërkuesve po shpërndajnë ujë dhe materiale bazë për personat më të rrezikuar. Megjithatë, sipas drejtuesve të organizatës, masat emergjente nuk mjaftojnë. Ata theksojnë se zgjidhja reale është sigurimi i strehimit për njerëzit që jetojnë në rrugë, duke i mbrojtur jo vetëm nga temperaturat ekstreme, por edhe nga dhuna dhe pasiguritë e jetës në ambiente të hapura. Ndërkohë, vala e të nxehtit që ka përfshirë pjesën më të madhe të Europës, ka shkaktuar dhjetra viktima dhe ka thyer rekorde historike temperaturash. Në Francë, autoritetet raportojnë se është regjistruar një nga ditët më të nxehta që nga fillimi i matjeve meteorologjike moderne, afro 8 dekada më parë. Ekspertët paralajmërojnë se temperaturat ekstreme mund të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke shtuar rrezikun për grupet më të pambrojtura të popullsisë. 2 tërmete të fuqishme goditën Venezuelën, duke shkaktuar shembje ndërtesash dhe operacione të mëdha shpëtimi në kryeqytetin Caracas. Sipas parashikimeve të shërbimit gjeologjik të SBA-s, numri i viktimave mund të arrijë në mijëra dhe ekziston rreziku që të kalojë edhe 10.000 të vdekur. Venezuela po përballet me pasojat e një prej fatkeqësive natyrore më të rënda të viteve të fundit, pasi 2 tërmete të fuqishme goditën vendin të mërkurën, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke ngritur frikën për një numër shumë të lartë viktimash. Pamjet e publikuara nga kryebashkiaku i komunës Baruta, Darwin Gonzales, tregojnë ekipe emergjence që transportojnë të plagosur me barela nga ndërtesat e dëmtuara në zonën e Caracasit. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë pa ndërprerje, ndërsa 10 persona besohet se ndodhen ende të bllokuar në ndërrënojat e ndërtesave të shembura. Pamjet janë verifikuar përmes elementeve të dukshme të ndërtesave dhe infrastrukturës përreth, ndërsa ekipet e emergjencës po shfaqen në video mbajnë uniformat e policisë bashkiake të Barutës. Sipas United States Geological Survey, 2 tërmetet goditën Venezuelën gjatë ditës së mërkurë, duke shkaktuar lëkundje të forta që u ndjen në një zonë të gjerë të vendit. Institucioni amerikan ka publikuar gjithashtu një vlerësim paraprak mbi pasojat njerëzore të katastrofës. Duke përdorur modele statistikore dhe të dhëna sismike, ekspertët paralajmërojnë se numri i viktimave ka shumë gjasa të arrijë në mijëra persona. Madje, sipas analizave të tyre, ekziston një probabilitet i konsiderueshëm që bilanci përfundimtar të kalojë shifrën tragjike prej 10.000 viktimash. Autoritetet venezueliane nuk kanë publikuar ende një bilanc zyrtar përfundimtar, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë garën me kohën për të nxjerrë të mbijetuar nga rrënojat. Ndërkohë, frika për pasgoditje të tjera dhe dëme të shumta të infrastrukturës po e vështirësojnë më tej situatën në zonat e prekura. Vëmendja e gjithë botës është përqendruar tashmë te Venezuela, ku orët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për përcaktimin e përmasave reale të kësaj tragjedie. Shkolla legjendare e dizajnit dhe arkitekturës Bauhaus është kthyer në qendër të debatit politik në Gjermani, ndërsa partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë e kritikon si simbol të globalizimit. Debati vjen përpara zgjedhjeve në landin gjerman të Saksoni-Anhaltit, ku AFD-ja synon të marrë pushtetin për herë të parë. Një shekull pas themelimit të saj, shkolla e famshme Bauhaus që revolucionarizoi arkitekturën dhe dizajnin modern në mbar botën, është bërë pjesë e një betejë të re politike në Gjermani. Institucioni, i krijuar në vitet 1920 në Gjermaninë lindore,
konsiderohet një nga lëvizjet më të rëndësishme artistike dhe arkitekturore të shekullit të kaluar. Stili i tij, i bazuar në forma të thjeshta, linja të pastra dhe përdorimin e betonit, xhamit dhe çelikut, ndikojnë në mënyrën vendimtare në arkitekturën moderne globale. Për sot, kjo trashëgimi po vihet në shënjesër nga partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, e cila po fiton terren në sondazhet para zgjedhjeve rajonale në Saksoni-Anhalt. Përfaqësuesit e AFD-s argumentojnë se Bauhaus përfaqëson një kulturë pa rrënjë kombëtare dhe simbolizon globalizimin, ndërsa partia promovon një vizion më tradicional dhe kombëtaristë të identitetit gjerman. Nga ana tjetër, drejtuesit e institucionit paralajmërojnë se retorika kundër Bauhausit kujton sulmet që kjo shkollë pësoi edhe një shekull më parë nga regjimi nazist, i cili ndaloi aktivitetin e saj. Ekspertët theksojnë se debati nuk lidhet vetëm me arkitekturën. Ai pasqyron një përplasje më të gjerë mbi identitetin kulturor të Gjermanisë dhe rolin që duhet të luajnë institucionet kulturore në shoqërinë moderne. Nëse AFD-ja fiton zgjedhjet rajonale, ajo mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në financimin dhe politikat kulturore, pasi qeveritë rajonale kontrollojnë një pjesë të konsiderueshme të fondeve për institucionet artistike dhe arsimore. Aktualisht, AFD-ja kryeson sondazhet në Saksoni-Anhalt me rreth 40% të mbështetjes, ndërsa në nivel kombëtar mbetet një nga forcat politike më në rritje në Gjermani. Për shumë vëzhgues, betejë për Bauhausin është shumë më tepër se një debat për arkitekturën. Ajo është një simbol i luftës së vazhdueshme për identitetin kulturor dhe politik të Gjermanisë së shekullit 21. Presidenti amerikan Donald Trump hapi festimet për 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara me inaugurimin e panajirit Great American State Fair në Washington. Trump deklaroi se Amerika është rikthyer, ndërsa ceremonia u shoqërua me fluturime demonstrative të avionëve ushtarak. Shtetet e Bashkuara kanë nisur zyrtarisht festimet për 250 vjetorin e pavarësisë, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e vendit. Presidenti amerikan Donald Trump hapi ceremonitë me inaugurimin e panajirit kombëtar Great American State Fair, të organizuar në National Mall në zemër të Washingtonit. Në fjalimin e tij, Trump cilësoi këtë ngjarje si fillimin e festës më të madhe që një komb ka organizuar ndonjëherë për ditëlindjen e tij. Ai kujtoi shpalljen e pavarësisë amerikane në vitin 1776, duke theksuar se etëri themelues ndryshuan historinë e botës me deklaratën e pavarësisë. Presidenti amerikan deklaroi se Shtetet e Bashkuara mbeten ekonomia më e madhe në botë, fuqia më e madhe ushtarake dhe teknologjike, duke shtuar se vendi po hyn në jubileun e 250 vjetorit më i fortë se kurrë. Amerika është rikthyer, u shpreh Trump para mijëra pjesëmarrësve të mbledhur në ceremoninë festive. Panajiri Great American State Fair do të zgjat 16 ditë, nga 25 qershori deri më 10 korrik, dhe do të përfshijë ekspozita nga të gjitha shtetet dhe territoret amerikane, duke promovuar historinë, kulturën dhe identitetin kombëtar të vendit. Ceremonia e hapjes u shoqërua edhe me demonstrime ajrore spektakolare. Në qiellin e Washingtonit fluturuan bombarduesi strategjik stealth Northrop B-2 Spirit dhe avionët luftarak Lockheed Martin F-35 Lightning II, duke i dhënë aktivitetin një karakter të fortë patriotik. Festimet do të kulmojnë në fillim të korrikut, kur amerikanët do të përkujtojnë plot 250 vjet nga shpallja e pavarësisë, një moment që konsiderohet themeli i krijimit të Shteteve të Bashkuara moderne. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u përpoq të zbusë tensionet me presidentin amerikan Donald Trump lidhur me luftën ndaj Iranit dhe mosmarrëveshjet brenda aleancës. Trump u shpreh i pakënaqur me qëndrimin e disa aleatëve europian, duke deklaruar se nga NATO kërkon mbi të gjitha besnikëri. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të NATO-s kanë dalë sërish në pa, ndërsa lufta me Iranin dhe roli i aleancës në konflikt mbeten çështje të debatueshme. Gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u përpoq të qetësonte marrëdhëniet mes presidentit amerikan Donald Trump, duke argumentuar se mungesa e mbështetjes nga disa vende anëtare për operacionet amerikane kundër Iranit përbën vetëm raste të izoluara. Rutte theksoi se vendet europiane dhe Kanadaja kanë arritur ndjeshëm shpenzimet për mbrojtjen gjatë viteve të fundit, duke ja atribuar pjesërisht këtë zhvillim presionit të vazhdueshëm të ushtruar nga Trump që prej mandatit të tij të parë. Ai kujtoi gjithashtu se gjatë konfliktit me Iranin, avionët ushtarak amerikan operuan nga bazat e NATO-s në Europë, duke treguar sipas tij se aleanca ka qëndruar pranë Washingtonit.
Megjithatë, presidenti amerikan nuk u shfaq plotësisht i bindur. Trump deklaroi se nuk ka nevojë për paratë të aleatëve, por kërkon besnikëri ndaj Shteteve të Bashkuara. Ai theksoi se SBA-ja vazhdon të mbajë mira trupa në Europë dhe të garantojë sigurinë e aleatëve, ndërsa pret mbështetje të madhe në çështje strategjike. Takimi zhvillohet vetëm pak javë para samitit të rëndësishëm të NATO-s, që do të mbahet në Korrik, në një kohë kur brenda aleancës po shtohen debate për lindjen e mesme dhe për rolin e ardhshëm amerikan në Europë. Trump ka vënë shpesh në pikpyetje vlerën e NATO-s dhe madje ka lënë të kuptohet se mund të rishikojë angazhimin e SBA-s ndaj aleancës. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka kritikuar ashpër vendet që sipas tij përfitojnë nga mbrojtja amerikane pa kontribuar mjaftueshëm, ndërsa Pentagoni po shqyrton mundësinë e reduktimit të pranisë ushtarake amerikane në Europë. Pavarësisht mosmarrveshjeve, rute këmbgul se Trump mbetet i përkushtuar ndaj NATO-s, ndërsa samiti i Korrikut pritet të tregojë nëse aleanca mund të ruajë unitetin përballë sfidave të reja globale. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se SBA nuk do të ndërmarrë asnjë veprim që cënon sigurinë e aleatëve të saj në Gjirin Persik gjatë negociatave me Iranin. Deklarata vjen mes shqetësimeve të vendeve arabe për marrëveshjen e re mes Washingtonit dhe Teheranit. Shtetet e Bashkuara po përpiqen të qetësojnë aleatët e tyre në Gjirin Persik pas nënshkrimit të marrëveshjes së re me Iranin që kanë ngjallur shqetësime në rajon. Gjatë një vizite në Kuwait, sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se Washingtoni nuk do të bëjë asgjë që mund të rrezikojë sigurinë e partnerëve të tij afatgjat në Gjirin Persik. Rubio theksoi se marrëdhëniet e SBA-s me vendet e rajonit janë ndërtuar gjatë dekadave dhe mbështeten nga bashkëpunimi ushtarak, prania e trupave amerikane dhe angazhimet strategjike për sigurinë. Ai tha se çdo vendim që lidhet me negociatat me Iranin do të diskutohet ngushtë me aleatët arab dhe se SBA do të mbetet plotësisht e koordinuar me ta. Deklaratat u bën gjatë turit diplomatik të Rubios në vendet e Gjirit, që përfshin vizita në Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwait dhe Bahrein. Qëllimi i vizitës është të sigurojë partnerët rajonal se marrëveshja e arritur javën e kaluar mes SBA-s dhe Iranit nuk do të ndryshojë ekuilibrat e sigurisë në rajon. Marrëveshja, e para e nënshkruar mes një presidenti amerikan dhe një presidenti iranian që nga revolucioni islamik i vitit 1979, parashikon lehtësim të disa sanksioneve dhe krijimin e një fondi të propozuar prej $300 miliardë për zhvillimin ekonomik. Megjithatë, disa vende arabe e shohin me dyshim afrimin mes Washingtonit dhe Teheranit, duke pasur parasysh tensionet e gjata me Iranin dhe sulmet që kanë goditur rajonin gjatë konflikteve të fundit. Ndërkohë, ekipet teknike të dy vendeve kanë nisur diskutimet për zbatimin konkret të marrëveshjes. Ajo po përballet edhe me kritika brenda SBA-s, si nga demokratët, ashtu edhe nga republikanët, me qëndrime më të ashpra për sigurinë kombëtare. Mes negociatave dhe tensioneve rajonale, administrata amerikane po përpiqet të balancojë dialogun me Iranin dhe garancitë e sigurisë për aleatët e saj tradicional në linjën e mesme. Kryetari i parlamentit iranian, Mohammed Bakir Kalibaf, deklaroi se vetëm vendet e rajonit duhet të vendosin për të ardhmen politike dhe të sigurisë së lindjes së mesme. Ai e cilësoi marrëveshjen e fundit me SBA-n si dëshmi të dështimit amerikan dhe bëri thirrje për bashkëpunim më të madh mes vendeve të rajonit. Mes negociatave të vazhdueshme mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për një marrëveshje afatgjat paqeje, Teherani po dërgon sinjale të forta politike për të ardhmen e lindjes së mesme. Kryetari i parlamentit iranian Mohammed Bakir Kalibaf deklaroi se vendet e rajonit duhet të jenë të vetmet që vendosin për rendin politik dhe të sigurisë në linjën e mesme, duke kundërshtuar çdo ndërhyrje nga fuqitë e jashtme. Gjatë fjalimit të tij në një takim të Unionit Parlamentar të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Baku, Kalibaf tha se popujt dhe qeveritë e rajonit duhet të përcaktojnë vetë fatin e tyre dhe jo të lejojnë që vendime të rëndësishme të merren nga aktorë të jashtëm. Ai deklaroi gjithashtu se memorandumi i fundit i mirëkuptimit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara përfaqëson, sipas tij, një humbje për Washingtonin. Kalibaf vlerësoi rezistencën e forcave iraniane dhe të popullsisë gjatë konfliktit të fundit, duke pretenduar se Irani u ka imponuar kosto të larta Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Deklaratat vinë në një moment delikat diplomatik. Javën e kaluar, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum me 14 pika, i cili synon të jap fund konfliktit dhe të hapë rrugën për negociata më të detajuara gjatë 60 ditëve të ardhshme. Një nga temat më të ndjeshme mbetet programi bërthamor iranian,
si dhe çështjet e sigurisë rajonale që kanë shkaktuar tensione për vite me radhë. Ndërsa bisedimet vazhdojnë, deklaratat e liderëve iranian tregojnë se Teherani synon të ruajë një pozicion të fortë në tryezën e negociatave dhe të promovojë idenë e një renditje rajonal të ndërtuar nga vetë vendet e lindjes së mesme. Mes përpjekjeve për faqe dhe rivaliteteve të vjetra gjeopolitike, e ardhmja e rajonit mbetet një nga çështjet më të rëndësishme në diplomacinë ndërkombëtare. Çmimi i naftës ka rënë në nivelin më të ulët që nga periudha para shpërtimit të luftës mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, ndërsa trafiku në ngushticën e Hormuzit po rikthehet gradualisht në normalitet. Rënja vjen pas nënshkrimit të memorandumit mes Washingtonit dhe Teheranit dhe lehtësimit të pjesëshëm të sanksioneve ndaj eksporteve iraniane të naftës. Tregjet ndërkombëtare të energjisë po japin sinjale të forta qetësimi pas javësh tensionit të shkaktuar nga konflikti me Iranin, Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Çmimet e naftës bruto, Brent, standardi global i tregut, ka rënë në nivele që nuk ishin parë që para nisjes së sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit në fund të muajit shkurt. Për një moment, çmimi zbriti në $72.50 për fuqi, përpara se të stabilizohej pak më lart. Tregjet kishin përjetuar luhati të forta gjatë muajve të fundit, veçanërisht pasi Irani reagoi ndaj sulmeve duke kufizuar kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë për transportin e naftës dhe gazit natyror. Por situata ka nisur të ndryshojë pas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor mes Washingtonit dhe Teheranit, i cili parashikon një periudhë 60 ditore negociatash për programin bërthamor iranian dhe përfundimin e konfliktit. Fundjavën e kaluar, përfaqësuesit e të dy vendeve zhvilluan bisedime në Zvicër, të cilat quan edhe një lehtësim të pjesshëm të sanksioneve amerikane ndaj eksporteve iraniane të naftës. Sipas kompanisë së inteligjencës detare Kepler, numri i anijeve që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit është rritur ndjeshëm ditët e fundit. Mes tyre janë anije që transportojnë naftë bruto, gaz natyror të lëngshëm, plerha kimike dhe mallra të tjera tregtare. Ndërkohë, SBA-ja dhe Irani kanë krijuar gjithashtu një linjë të drejtpërdrejtë komunikimi për të shmangur keqkuptimet dhe incidentet në zonë, me qëllim garantimin e lundrimit të sigurt për anijet tregtare. Rënja e çmimit të naftës po shihet si një sinjal pozitiv për ekonominë globale, pasi mund të ndihmojë në uljen e kostove të energjisë dhe të zbusë presionet inflacioniste në shumë vende të botës. Megjithatë, analizët paralajmërojnë se tregu mbetet i ndjeshëm ndaj zhvillimeve politike dhe se ecuria e negociatave mes SBA-s dhe Iranit do të jetë vendimtare për stabilitetin e ardhshëm të çmimeve të energjisë. Një raket Falcon 9 e kompanisë SpaceX krijoi një pamje spektakolare mbi qiellin e Kalifornisë pas nisjes nga baza hapësinore Vandenberg. Misioni i transportoi 24 satelitë të rinj Starlink për zgjerimin e rrjetit global të internetit satelitor. Banorët e Kalifornisë Jugore u zgjuan nga një spektakël i rradhë në qiell, ku një raket Falcon 9 e kompanisë SpaceX përshkroi horizontin gjatë perëndimit të diellit, duke krijuar pamje mahnitëse të dukshme nga shumë zona të shtetit. Raketa u lëshua nga baza hapësinore Vandenberg Space Force Base në Bregdetin qendror të Kalifornisë dhe pak minuta pas ngritjes la pas gjurmë të ndritshme që tërhoqi vëmendjen e mijërat njerëzve. Misioni kishte për qëllim vendosjen në orbit të 24 satelitëve të rinj të sistemit Starlink, projekti ambicioz i internetit satelitor i zhvilluar nga kompania e miliarderit Elon Musk. Fal kushteve atmosferike dhe momentit të nisjes gjatë muzgut, raketa krijoi një efekt vizual të veçantë, duke ndriçuar qiellin me nuanca blu dhe të bardha që u pan nga shumë kilometra larg. Sipas SpaceX, ky ishte lëshimi i 74 i raketës Falcon 9 gjatë këtij viti dhe misioni i 59 i vitit 2026 i dedikuar zgjerimit të rrjetit Starlink. Programi Starlink synon të ofrojë internet me shpejtësi të lartë në çdo cep të globit përmes mijëra satelitëve që qarkullojnë në orbitën e ulët të tokës. Falcon 9 është bërë një nga raketat më të përdorura në botë fal teknologjisë së saj të ripërdorshme, e cila ka ulur ndjeshëm kostot e misioneve hapësinore. Ndërsa SpaceX vazhdon të shtojë satelitë të rinj në orbit, kompania po forcon pozicionin e saj si një nga liderët kryesor të industrisë globale të hapësirës dhe telekomunikacionit. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.